Allahu e humb një popull për shkak të tiranisë, e ngrit popullin e dobët për shkak të hjekave, për shkak të vuajtjeve që kanë pas më herë. Dhe kjo nuk do të thotë se këta që u favorizuan tash do të jenë robër më të dashur të Allahut. Varet prej tyre. Varet se a do ta kuptojnë këtë mbështetje, këtë përkrahje prej Zotit, që është prej tij që të ngritet e drejta mbi të padrejtën, e vërteta mbi të kotën, apo do t'i kthejnë edhe këta tiranisë, apo do t'i kthejnë edhe këta të njëjtën zgjedhje që kanë pas më herët. E harrojnë njerëzit. Është shumë interesante. Shumë prej popujve që Allahu ju ka sjell mirësi edhe i ka bërë që të triumfojnë përballë atyre që kanë mund të jenë më të fortë, por kanë qenë zullumçar, janë shndruar këta me vonë në zullumçar. Allahu këtë tokë nuk e ka bërë që ti ta trashëgosh dhe ta marrësh pushtetin për të bërë veprime të njëjta, sikur ai më herët i cili u shkatrua për shkak teje. Pra, kjo do të ishte shumë e logjikshme që njerëzit të marrin mësimet e duhura. Kësaj, po e them, janë edhe popujt edhe nuk po dua të përmendi emra, se s'dua ta shndroj emisionin në emision politik, por të qarta janë gjërat. Ti mund me hjek shumë, mundesh me pas dikush që për vite të tëra nuk ta largon çizmën e tij nga qafa jote, të poshtrimit dhe të nështrimit, por ti je ai që ja del, triumfon, merr pushtetin. Ama kjo varet se çfarë do të veprosh ti me pastaj. A do t'i kthesh Allahut sikur atëherë kur ke qenë i poshtruar dhe ke lyp ndihmën e tij, apo do të bësh një sikur ka bërë pararendësi jot, pra që ti kthehesh edhe ti pasioneve, dëshirave, korrupsionit, në vjedhjes, plaskitjes, poshtrimit të tjerëve, favorizimit të elitave rreth teje e kështu me radhë.